Ju përshëndes, ju ftoj të na ndiqni zonja dhe zotrin, ndërkohë që opozita Kakoj që thotë se është në kilometrin e fundit për rrëzimin e regjimit, narkoregjimit, ndërkohë që aksioni opozitar vijon me protesta kombëtare, ashtu sikur se ishte dhe e mbrëmshmja, protesta simbolike sa i takon 22 marsit 92, vendimi i kryesisë Partisë Demokratike gjithashtu është shfaqur qartësisht për nisjen e një procesi zgjedhor të brendshëm që natyrisht do të kulmojë edhe me kuvendin kombëtar në qershor, që nga ky moment ka patur reagime të ndryshme. Deri tani kemi edhe emra kandidatësh natyrisht ende jo zyrtar sa i takon garës për kreun e Partisë Demokratike, ndërto është edhe Alesia Balliu, avokate, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Balliu, si e morët vendimin për të shpallur kandidaturën? Atëherë, faktikisht vendimin për të shpallur kandidaturën ka kohë që e ka marrë, që kur pash padrejtësitë që u bën primare, që kur pash që Berisha nuk mbajti asnjë nga premtimet e tij që dha gjatë foltores, që ishte pa diskutim rinovimi i Partisë Demokratike, që ishte hapja e Partisë Demokratike, që ishte bashkimi me demokratët, bashkimin e bëri me Metën dhe Dulen, duke parë që leadershipi ndryshe artikulohej dhe ndryshe vepronte, pa diskutim vendosa që t'jap një shembull ndryshe nga ajo çka sot përfaqëson e vjetra dhe veçanërisht Sali Berisha në politikë. Ju kam ndjekur, keni artikuluar mjaft qartë që jeni kundra rishikimit të statusit të Partisë Demokratike, sidomos në momente të tilla, ju thoni a kemi të bëjmë me një reformë apo me një manovër politike. Pse në gjykimin tuaj anon më shumë tek manovra politike se sa tek një reformë e mirëfillt për ta ndryshuar, për ta rishikuar statusin e partisë? Sepse rishikimi i statutit pa diskutim që do modernizonte Partinë Demokratike. Por kjo nuk bëhet për ta modernizuar Partinë Demokratike. Kjo bëhet vetëm për ta marrë peng Partinë Demokratike, për ta komanduar një grusht njerëzish cilët nuk kanë as bosht politik dhe për të vazhduar legitimitetin e kryetarit tyre në PD, dhe pse kjo bie ndesh me statutin. Unë do të flas pak për parimin e ciklit politik dhe pa diskutim këtu i referohem ndryshimit të elitave dhe rotacionit elitave. Kam folur filozof faktikisht të mëdhenj si Vilfredo, i cili pa diskutim tek teoria e tij thoshte që një klasë politike e cila e mban gjatë pushtetin është e destinuar që kjo klasë politike të humbi kontaktin me realitetin. Dhe është pikërisht kjo që ka ndodhur sot zonjë me Partinë Demokratike. Partia Demokratike do një drejtim të ri dhe jo rikthim tek e shkuara. Partia Demokratike duhet flasi gjuhën e sotme, jo gjuhën e 30 viteve përpara. Partia Demokratike duhet jetë afër qytetarit, afër njerëzve të varfër, duhet jetë afër problemeve të qytetarëve, jo vetëm te konflikti politik. Partia Demokratike duhet i shërbejë demokratëve, jo një individit vetëm. Vendimarrja nuk mund merret nga një grusht i vogël njerëzish, duhet të hiqen listat e mbyllura. Pasi ato nuk përfaqësojnë demokratët, nuk përfaqësojnë qytetarët. Këto janë ca të vërteta që ne si demokrate kemi për detyrë t'i themi dhe për këto unë kam hyrë në këtë garë, për këto luftoj unë, për demokratizimin e çdo strukture në Partinë Demokratike. Pasi pa demokratizim dhe me një kthim pas tek e kaluara, neve shkojmë vetëm te regresi. Unë jam për progresin e Partisë Demokratike. Nuk ka rëndësi është Alesia në krye, është Ervini në krye, rëndësi ka që të jetë rinia në drejtim, jo kthim pas tek e shkuara. Duhet gjuha e re, jo gjuha e 30 viteve pas. Dhe pa diskutim që Berisha dhe për e moshës që ka, është 82 vjeç, nuk mund të eci me ritmin e një shoqërie e cila ndryshon dita ditës shumë shpejt. Pa diskutim, një leadershipi duhet një program afatgjat 10-15 vjeçar, dhe këtu pa diskutim dhe mosha e tij biologjike nuk e lejon atë. Nuk duhet bëjmë vetëm protesta, duhet zgjidhje konkrete.
Cila do të ishte sipas jush përpos protestave? Po pa diskutim në këto kushte ku jemi. Tre zgjidhje që sot i duhen pa diskutim Partisë Demokratike janë figurat e reja. 30% jenë rini, të dëgjohen profesionistët, të kthehet çdo demokrat i cili është larguar. Ne sot jemi bërë parti përçarse, që e mbajmë të bunkerizuar këtë parti. Nuk e hapim, nuk gjejmë zërin ndryshe. Përkundrazi, atë shpallim armik, madje edhe i shpifim termave të përjashtim, si në rastin e zotit Saliani. Ne jemi të gjithë demokratë, jemi të gjithë kontributorë, jemi të gjithë që duam të mirën e kësaj partie. Dhe mendimi kundër pa diskutim që duhet të dëgjohet, jo të shpallet armik. Balliu, juve thoni që një nga çështjet më të ndjeshme është i ashtu quajturi Neni Basha, pra i cili parashikon largimin e kryetarit të partisë në rast të humbjeje në zgjedhjet parlamentare, ndërkohë Berisha i pyetur për këtë çështje thotë se zgjedhjet nuk janë humbur, por janë vjedhur. Cili është qëndrimi që ju keni sa i takon? Nëse do ishin vjedhur, ka një vit që kanë kaluar zonjë nga zgjedhjet. Ka pas kohën e botës për ta faktuar. Nëse pretendimet e tij shndrojnë. Tani ai thotë janë vjedhur zgjedhjet, por nuk artikulon ai fitoi PD-ja zgjedhjet. Ai fitoi Partia Demokratike zgjedhjet. A e bëri ciklin e tij politik Sali Berisha. A garoi në 2013 ndaj Ramës, humbi. A garoi në 2025-ën, humbi. Tani ne do besojmë të rikthimet e treta në histori, kjo është e pamundur, është qesharak, edhe ju, edhe gjithë publiku që është duke na ndjekur nuk e beson. Pa diskutim, Sali Berisha duhet të dorëhiqeshe dhe mos ta çonte në mend të garonte duke shkelur statutin që ai vetë ka shkruar për interesin e tij në kohë caktuar për të larguar zotin Basha dhe tani pa diskutim që koha ka kaluar dhe ky statut po kthehet kundra tij. Por sidoqoftë ai statutin dhe rregullat ja tregon antarëve, por ai vetë bën çfarë të dojë. Dhe një person që nuk respekton shtëpinë e vet, statutin që e ka shkruar vet, si mund të qeverisi nesër? Si mund të jetë i besueshëm ky individ tek populli, tek qytetarët? Më thoni ju mua. Një individ i cili nuk respekton një statut që e ka shkruar vet. Kur nuk respekton statutin e shtëpisë vet, si mund të jetë ky i besueshëm për qytetarët? Pra edhe në kushtet në cilat opozita pretendon se është në narko-regjim, të gjitha institucionet në duart e një njeriu, drejtësia, pengmarrja me votat në parlament, pra këtë nuk e shikoni ju si një moment, pra nuk po flasim për një politikë krejt normale, siç duhet ishte edhe qasja që duhet kishte Partia Demokratike ndaj statusit vet. Tani qasja e Partisë Demokratike është e gabuar sepse është kundra ndërkombëtarëve me leadershipin që përfaqëson dhe është kundra institucioneve të drejtësisë. Pse kundra ndërkombëtarëve? Tani pa diskutim sepse ne e dim qartë që zoti Berisha është non grata në SBA dhe non grata në Angli. Dhe në Angli është edhe me vendim gjyqësor, më saktë. Dhe kur ti shkon si rast i dieshëm të ngresh një protest kundër korrupsionit, por ti veti i akuzuar për korrupsion, më thuaj ti mua, a shndron kauza, a ka më moral kjo protest? Nuk po flas për demokratët e thjeshtë dhe ndershëm, sepse ato kanë të drejtën e botës, protestojnë ndaj narkoregjimit, ju keni qenë Balliu, njerëzit kanë memorie politike dhe ju keni qenë krahas Sali Berishës kur ai u shpall non grata dhe u rikthye në Partinë Demokratike. Pse sot keni një qëndrim ndryshe sa i takon non gratës së tij dhe marrëdhënies që ka me... Ta sqaroj, unë kam qenë krah garës, krah meritokracisë dhe krah demokratëve, që ta sqarojmë pak atë pjesë. Kam qenë e para që kam dalë kundra Lulzim Bashës, pasi pa diskutim për mua një individ i cili humb 2, 3, 4 herë duhet dorëhiqet sepse nuk e sjell dot herën e 5 në fitore. Nuk kemi pasur opsione të tjera. Në momentet që ju po flisnim, ishim largimi i Bashës dhe pa diskutim ka qenë zoti Berisha ai që e priu këtë betejë për shkak edhe të situatës personale dhe si rodhën gjërat politike. Në ato momente ka qenë zoti Berisha dhe zoti Basha. Dhe pa diskutim edhe sot më pyes dhe ta ktheja kohën pas, prap njëjtin vendim do merrja. Pasi unë kam qenë familjarisht ndër ato që kemi suportuar zotin Sokol Ulldashi për drejtimin e PD-s, e mori Basha pasi aty nuk ka garë,
dhe në momentin që Basha nuk jepte dorëheqjen, humbje mbas humbje, thoshte do vazhdojmë betejën fiks siç po bën Berisha tani, unë pa diskutim dola kundër dhe thash duhet gara dhe ke në 3 vite rresh që unë i kam kërkuar leadershipit në çdo emision televiziv, rinovimin e listave dhe të përfaqësohen gatrinë. Dhe kam thënë përpara primareve, për koherencë, për ju dhe për ato që më ndjekin, nëse Berisha nuk i plotson këto, do t'i dalë kundra dhe ja ku jemi sot. Kam pasur një koherencë në gjithë trajektoren time të çfarë kam thënë dhe çka po bëj. Nuk është se kam thënë diçka ndryshe dhe po veproj ndryshe. Alicia, ju thoni i kam thënë qartë në për studio, po në strukturat. E kam thënë dhe në Elbasan, mes të mbledhjes ku kanë qenë gjithë demokratët prezent që duhet rinovimi, me figurat e vjetra nuk fitohet, me figurat e vjetra humbet, me qokat humbet. Nuk mundet, kjo parti ka nevoj për brezin e ri. Dhe cila është qasja ndaj asaj çfarë ju keni thënë? Po më pozitive ka qenë në mbledhje, për ku ka ardhur puna tek listat, ka vënë po ato qokat që nuk kanë bosht politik, paftët që nuk kanë vota, që i shërbejnë vetëm atit. Listat e mbyllura. Listat e mbyllura. Unë jam për t'u hequr listat e mbyllura. Jam për t'u hequr vendimarrja që merret nga një grusht i vogël njerëzish. Prandaj kur flas këtu, flas për parimin e demokratizimit të Partisë Demokratike. Prandaj tani sa me parimin e ciklit politike dhe me ndryshimin e elitave dhe të përmenda filozofin, sepse pa diskutim një klasë politike që shëndron gjatë humbet kontaktin me realitetin. Dhe unë pa diskutim jam që partia demokratizohet, se në të kundërt nuk vjen do të në pushtet, në të kundërt do vazhdojmë do qajmë, në të kundërt do vazhdojmë do themi na vodhira ma votat, në të kundërt nuk do t'i japim do të qytetarve, individ me integritet, si që janë profesionistët e mirëfillt, si që është rinia, por do ngelimi të ky grushti vogël dhe më mirë të bëjmë një status të ri dhe ta vëjmë kryetari është i përjetshëm dhe t'jenë të lumtur ajo pjesë e cila nuk do që partia demokratike të vinë pushtet. Unë nuk e shoh të kabuarën të çka artikuloj unë, zoti Saliani apo dikush tjetër që do që kjo parti të bëhet eci përpara. Ne si ju kemi thirrur se artikuloni gabim. Jo, absolutisht. Ne ju kemi thirrur për të qartësuar të gjithë qytetarët nëse kanë paqartësi. Ju disa herë thoni nuk ka garë në Partinë Demokratike, keni patur vërejtje edhe sa i takon procesit të primareve. E kam të nëncuar me fakte atë proces. Kemi qenë edhe bashkë në studio. Tani më thoni, a keni besim ju tek proceset zgjedhore në Partinë Demokratike që merr një iniciativën për të shpallur kandidaturën për kreun e PD? Unë iniciativën e marr jo për post personal, se dua që tiki Berisha dhe të jap zgjedhore, a keni besim? Aty do shkoj. Qartë. Jo që tiki Berisha dhe të vi unë. Unë iniciativën e marr për të thënë që si unë ka shumë të rinj dhe të reja, Partia Demokratike që duan që kjo parti të heci, të demokratizohet dhe pa diskutim të funksionoj gara. Tani, nëse ti po më pyet për procesin, ai ka shpallur datën, që është data 23, nuk ka dalë asnjë draft deri tani. Nuk ka dalur as listat antarësisë që ne pa diskutim që kemi interesin ngarojmë duhet na u jepnim, sepse ai përcakton gjërat si do vetë. Dhe statuti funksionon në interes të kryetarit, nuk funksionon në interes të antarëve të demokratëve të kryesisë. Prandaj, unë me këtë që po bëj, pa diskutim, po marrë përsi për një proces jo të rregull, po e marrë sepse kam i detyrim moral, kam i detyrim shoqëror, për gjithë ato që më ndjekin dhe pa diskutim kam kurajon që të hym këtë proces, qoftë edhe pse rregullat e garës i cakton kundërshtarin, formën si ai do vetë. Dhe këtë e them këtu unë publikisht përpara procesit. Për mua, unë nuk e bëj këtë gjë për një post, nuk e bëj për karrike. Ato që e bëjmë për karrike ndryshojnë rregullat e lojës, ato që e bëjmë për karrike nuk e hapin garën, ato që e bëjmë për karrike nuk japin listat e antarësisë. Ato që e bëjmë për karrike... Çfarë thot statuti sa i takon listave të antarësisë? Ka një afat kohor që duhet të publikohet? Pa diskutim, ato duhet që kur momentin që ai... Që merret vendimin? Po, pa diskutim. Dhe statuti thot që ai nuk duhet rigaroj. Tani kush do ta heqë ato nga aty? Nuk duhet i referojnë Nenit Bashës. Po pa tjetër më, 46.8, e thot qartë asë, kryetari që umbet zgjedhjet nuk duhet të rigaroj dhe t'japi dorëheqjen, dhe që nga ai moment nuk është më kryetar. Kështu që unë kam një vit që flas ndaj Berishës, sepse Berisha nuk është më kryetar legjitim për mua. Se unë si avokate që jam i besoj shkresave, letrave, neneve, statuteve, dhe për mua nuk është më kryetari Partisë Demokratike, ai është bërë padroni, bunkieri i tij, ai i cili nuk shef dritë më askush.
Po kryetar shpirtëror të demokratëve, shikoni Sali Berishën? Sali Berisha mund të ishte tërhequr dhe të ishte kryetar nderja se partia, nëse do tregonte që atë parti nuk e do për interesat personale dhe familjare, por fatkeqësisht nuk është kështu. Sali Berisha do të jetë kryetari i përjetshëm dhe mendoj që këtë propozim duhet ta bëj aty. Kryetari historik është dhe do të mbetet. Patjetër se histori nuk e fshim dot. Nuk ja heq dot askush. Çdo njeri në karrierën e tij politike duhet di fillimin dhe fundin. Dhe pa diskutim Berisha ka pasur kohën e artë, ka pasur ulje-ngritjet e veta në politik, por një person i cili ka marrë benefitet më të mira në 33 vite nga Partia Demokratike, në këto momente, në opinionin tim, duhet pa diskutim ta bënte një hap pas për të mirën e partisë tij. Badiu, çfarë mendoni se do të rishikohet në statutin e Partisë Demokratike, do të ndryshohet? Mendoj që do ndryshohen vetëm gjërat që interesojnë kryetarit aktual. Dhe kur do të ndodhë, meqense janë përcaktuar edhe... Po nuk e kam problem ato se proceset i bëjnë 2 javë përpara, sepse është ai që e komandon këtë proces, është ai i cili në këtë proces vendos kushtet dhe rregullat e lojës. Unë ta thash, dhe unë kam marrë përsipër ty me kushtet dhe rregullat e lojës ti. Qartë. Dhe si veprohet tani zyrtarisht pasi e keni shpallur publikisht? Do pres që të dali drafti, zonjë, sepse nuk e kanë nxjerrë draftin, kanë nxjerrë vetëm grupi punës. Jo më sa po të dali drafti, unë do shkoj, do ta depozitoj siç e kërkon statuti neni, se unë jam institucionale, nuk jam si doktori që nuk respekton nenet që shkruan vetë. Kjo është diferenca ime me Berishën. Unë jam me drejtën, jam me të vërtetën, jam për respektimin e rregullave. Jo t'i ndroj rregullat e lojës sipas interesit tim. Sot e kam nenin, nesër e shbëj nenin. Pra prisni një tabula rasa, e vërtet. Sa i takon emrave të tjerë që janë artikuluar, përmendet Salianin, po nuk është i vetmi, zonja Kokalari gjithashtu. Nuk e njoh faktikisht, që e kam dëgjuar në media, zotin Saliani e vlerësoj për gjithë kontributin që ka dhënë për Partinë Demokratike, ka bërë burgun për Partinë Demokratike, ka një ide shumë të bukur për rinovimin e Partisë Demokratike, i uroj suksese dhe pa diskutim sa më shumë zëra që duan të mirën e Partisë Demokratike duhen përshëndetur, duhen vlerësuar. Unë nuk e shoh zotin Saliani si kundërshtar, por si bashkëudhëtar në këtë rrugtim për parimet. Nëse do të jeni përballë për parimet, për idealet, nuk ka lidhje kur je përballë me dikë i cili ka të njëjtat bindje politike me ty, por mbi të gjitha që ka të njëjtat teza që janë për hapjen e PD-s, që janë për demokratizimin e Partisë Demokratike, është një privilegj të debatosh, sepse debati sjell konstrukt dhe pa diskutim do t'japi një zhvillim dhe një ngjyrim drejt rinisë Partisë Demokratike. Nuk është, unë ta thash që në fillim nuk e bëj për post personal, unë e bëj këtë për hapjen e Partisë Demokratike. Mua kjo më intereson më shumë, se t'ishte për post personal isha diku tjetër, nuk isha këtu sot. Ishe diku tjetër, thoni po pa diskutim se oferta kemi marrë, po janë zgjedhje individuale këto zonjë, janë zgjedhje personale, unë jam e djast, dhe e kam thënë dhe në për vende tjera, nuk më bën të majt flamurnoka. Unë jam e djast, se djast kam lindur, tek e djast ta besoj dhe tek e djast ta operoj. Kështu që se qa mendojnë individ cilët nuk kanë formimin e duhur për qenë aty ku janë, për mua nuk kam fare rëndësi. Po e diskutonim dje me avokat Zhlimën në studio dhe ai kishte një qasje shumë interesante me profesion avokat, pra ai edhe ju sa i takon Salianit, po statuti i Partisë Demokratike nuk e pengon të garoj për kreun e Partisë Demokratike, por dënimi që ka marrë e pengon të jetë nesër kryeministër, pra të jetë nesër kandidat. Shiko, kjo është një çështje e cila nuk duhet diskutuar fare, pasi të gjithë e dim që zoti Saliani burgun e ka bërë për Partinë Demokratike. Po ju jeni e shkresave, thatë. Po pra, e shkresave nuk e pengon ligjërisht, zonjë tjetë kryetar i Partisë Demokratike. Aq më mirë akoma se kjo e bën qarta si tregoj që ai nuk po e bën për post personal, për të bërë kryeministër, po e bën për ideal. Dhe pa diskutim që këtu jam dakord. Me shkresa nuk ja ndalon asgjë zotit Saliani që t'jetë kryetari i PD-s. Ai për këtë po garon.
Te kryeministër flasim mbas 3 vitesh, kur të arri momenti i caktuar se tani nuk ka... Po kërkohet qeveri teknike, zgjedhjet parakohshme... Po se ka 13 vite Berisha që e kërkon këtë gjë tani, unë mos bëni sikur nuk e keni dëgjuar. Jo, unë e kam dëgjuar shumë më para se 13 vitesh. Edhe dje ishte kilometri fundit, zonjë, po jemi në intervistë sot është Rama akoma kryeministër. Kilometri fundit ishte edhe dje. Dje tha do të arrëzojmë. Ju ishet në protest, Balliu? Unë jam në çdo protest ku protestohet për drejtat e qytetarëve, kam qenë protestat e rrjollit, kam qenë protesta kundër qeverisë, kam qenë në protesta qoftë me zë dhe me artikulim kundra Belinda Ballukut, por nuk shkoj në protestë që bëhet për interesin personal dhe familjar të Sali Berishës. Që do të thotë dje nuk ishe? Që do të thotë që jam në çdo protest kundër qeverisë, pro qytetarëve, por jo për interesat personale të dikujt për të legjitimuar. Salianin, për shembull, e kemi parë të marrë pjesë në dakor, Saliani ka agjendën e tij, unë kam agjendën time, se po të kishim njëjtën agjendë nuk do garoja. Më kupton pa diskutim që do suportoja zotin Saliani, por që unë kam agjendën time, kam vendimet e mia dhe kam linjën time të të bërit politik. Zoti Saliani ka të vetë dhe unë e respektoj. Në agjendën tuaj, Balliu, si rrëzohet një keq qeverisje e tillë? Po ndalem tek termi keq qeverisje, nuk po shkoj tek narko-qeveria e tjerë. Do ishte rrëzuar. Do ishte rrëzuar, por mos ishte ky leadership që është. Mos ishte kjo pengmarrje që është e PD-s për interesat caktuar personal, sepse ajo qeveri nuk ka legjitimitet për të qëndruar, ajo qeveri ka rënë, ajo qeveri është fatkeqësia opozitës që nuk po ditë përdori dhe të shfryzoj gjithë të situatë për të ngritur frymën dhe për të mobilizuar qytetarët që t'i bashkohen. Dhe këtë gjë fatkeqësisht më duhet ta them dhe ta artikuloj sepse dukem e ashpër në zë është vetë Sali Berisha. Pasi ti thua e korruptuar a Balluku, jam dakord, e them dhe unë. Aman i korruptuar është dhe Berisha. Dhe duke parë këto dy modele pa diskutim nuk mobilizohen qytetarët. I korruptuar e keni fjalën për non gratën, e keni fjalën për... E kam fjalën problemet me institucionet... Detyrim paraqitjen që ka në SPAK apo çfarë? Po, për non gratën rrasparë, sepse pa diskutime ke nga dy shtete, ti i bllokuar ndërkombëtarisht. Si mund të vinë një opozit në pushtet kur faktori ndërkombëtar nuk e kanë krah? Kjo është logjike pastër. Këtë nuk ja ka bërë Alesia Balliu. Se sot nga kundra, po nuk ja kam bërë unë. Problemet që ka 3 akuzat në SPAK nuk ja kam bërë unë prap. Po këto janë gjëra që ndikojnë tek qytetarit, opinioni publik zënë. Alesia, jemi në minutat e fundit. Nëse mbërrin momenti të garoni për kreun e PD, edhe ta fitoni, pse jo, cili do t'ishte veprimi i parë si kryetare e Partisë Demokratike dhe si do t'ishte aksioni i opozitës kundër Pa diskutim që do ishte rinovimi i strukturave të Partisë Demokratike, demokratizimi i strukturave, afrimi me profesionistët, afrimi pa diskutim me të gjithë individët që janë larguar nga Partia Demokratike. Nuk do ishte gjua e 30 viteve pas e përdorur, por do ishte një gjuhë moderne e përdorur. Do kishim rini në drejtim dhe jo regres në të shkuarën. Nuk do kishte vetëm protesta, por do kishte dhe aksion. Nuk do kishte vetëm akuza ndaj qeverisë. Aksion, çfarë keni parasysh? Jo vetëm protesta, po aksion? Po, sepse nëse neve bëjmë një protestë, duhet kemi planin B që ta shoqërojmë. Ne nuk mund të bëjmë një protestë çoroditur, do ta quaja thonjza, si ajo e mbrëmshmja që nuk po dinim ku po shkonte Partia Demokratike dhe në fund e mbylli duke thënë që e kemi prap javën tjetër kilometrin e fundit. Do të bëja një politik moderne, një politik më pak konfliktuale, do të bëja një politikë e cila t'i shërbente qytetarëve, do flisja më shumë për problemet qytetare, nuk do bëja debate, diskurse politike konfliktuale dhe do flisja më shumë për problemet e qytetarëve, se ky është modernizimi i politikës. Këtë kërkon koha dhe ne duhet heci me kohën që ta bëjmë këtë parti frymëzuese, ta bëjmë këtë partinë lartësinë e asaj çka kjo ka qenë, mos jetë partia që t'i shërbej një individi, por t'i shërbej idealit, sepse sot gjithë struktura fatkeqësisht po i shërben një individit vetëm. Ja e mbajtëm këtë individ. A fitohet me këtë individ? A e provuam 2 herë? Ne nuk arrim ta bëjmë këtë parti fituese. Pse duam neve që ta shuajmë këtë parti, ta çojmë si LSI-ja?
Ju e shikoni të shuar LSI-n? Po patjetër, deri diku po. Dakor, Alesia Belliu, ju falenderojmë për bisedën në studio, mbetemi në kontakt, kemi edhe ca javë kohë për të parë, edhe për të ribiseduar këtë çështje. Ndërkohë suksese. Faleminderit. Ishim me Alesia Belliu, zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen tuaj.